Shpejtësia te normave të lejuar vjon të mbetet në Shqipëri burimi kryesor i aksidenteve me pasojë humbje jetësh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme për vitin 2023, rreth 30% e vdekjeve nga aksidentet janë shkaktuar nga shpejtësia, ndërsa 26% e vdekjeve shkaktohen nga të kaluarit e rrugës pa kujdes. Me te ndryshimi papritur i drejtimit të mjetit përbëri 9% e vdekjeve, ndërsa alkooli, mos respektimi këmbësorëve, qasja pa kujdesshme përbën secila 6% e shkaqeve të fataliteteve nga aksidente rrugore. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme janë bërë publike në kuadër të dokumentit të strategjisë kombëtare për sigurinë rrugore 2026-2030 e publikuar për konsultim. Shumica e shkeljet të qarkullimit rrugor janë për shkak të shpejtësisë ose mos respektimit të kufijtë shpejtësisë. Përveç kësaj ekziston një përhapje gjerë perceptimit midis drejtuesve se nuk do ndeshkojnë dhe se kufijtë e shpejtësisë janë kufizues të panevojshëm. Kjo dëmton iniciativat e zbatimit të ligjit dhe edukimit, theksoi dokument, me të nënvizosur se shpejtësia për të normat lejuara përveç se është një problem, bëhet edhe më rrezikshme kur prej drejtuesve të mjeteve kombinohet me sije të tjera si ndryshimet e papritura të kursisë, drejtimi agresiv, te kalimet e pasigurta dhe kalimi i shpejtë i automjetit. Gjatë viteve 2021-2024, 50% e aksidenteve rrugore në Shqipëri kanë përfshirë drejtues mjetësh, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme. Drejtues të rinj shpesh përfshihen në më shumë aksidente për shkak të mungesës së parvojës dhe tendencës më të madhe për të marrë rrisqe. Drejtues më të vjetër mund të jenë të rrezikuar për shkak të rënjes fizike ose kognitive që lidhet me moshën. Kjo është një çështje gjithnjë e rëndësishme pasi numri i drejtuesve më të vjetër vazhdon të rritet në nënvizot dokument. Rrezikimi i këmbësorëve, motoциklistëve dhe ciklistëve në aspektin e vdekjeve në rrugë është veçanërisht i dukshëm. Këto grupe përbën më shumë se 55% e numrit të përgjithshëm të vdekjeve në rrugë. Këmbësorët, motociklistët dhe ciklistët përbën gjithashtu më shumë se 45% e lënduarve. Përdorësues të rrezikuar të rrugës po përballen me më shumë rreziqe në rrugë, prandaj është e rëndësishme të përqendrohemi në mbrojtjen e tyre që janë të ekspozuar dhe pak të mbrojtur.